Nga sot heshtin kandidatët për zgjedhjet lokale, nesër flasin votuesit. "57 vjeçari në Qashk arrestohet për rishfet në zgjedhje, i kapen 120.000 denar. Dy shqiptar janë në listën e kandidatëve për gjykatën evropiane në Strasburg. Marsh protestues në Shkup, kërkohet drejtësi për gjenocidin në Gaza. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi këtë të shtunë me lajmet orës 15:55. Politikanët dhanë premtimit e tyre. Nesër fjalen e kanë qytetarët. Pas 2 javë të fushatës zyrtare dhe disa javë të tjera takimeve jo formale me qytetarët, kandidatët për zgjedhjet lokale kanë mbyllur defteret e tyre dhe po presin ditën e nesërme, kur do të dihet se sa kanë arritur që të bindin votuesit se janë alternativa më e mirë për të votuar. Nesër në ora 7 mëngjesit do të votohet në 309 kandidat për kryetar komunash dhe 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal. Pas rreth 3 javëve fushat intensive, ku kandidatët me ngulm synonin t'i bindin qytetarët të marrin votën e tyre, duke premtuar projekte të shumta e duke dhënë zgjidhje për shumë probleme, të dielën është radha e qytetarëve. Ata do të vendosin për kandidatin që do ta udhëheqë komunën e tyre për 4 vite të ardhshme. Të drejtën e tyre të votës, qytetarët do të mund ta ushtrojnë nëpër vendvotimet më të afërta të vendbanimeve të tyre, edhe atë me fillim nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 në mbrëmje. Këto janë zgjedhjet e lokale që nga pavarësia e shtetit dhe të 4-tat në të cilat zgjidhen kryetarët e komunave dhe këshillat komunal në 80 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Pritet të votohet në 3474 vendvotime për 309 kandidat për kryetar komunash dhe për 576 lista kandidatësh për antar të këshillave komunal ose gjithsej 10.490 kandidat. Në zgjedhje marrin pjesë 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe qytetarësh, gjithsesi kandidaturat të pavarura. Më shumë kandidat për kryetar komune ka në qytetin e Shkupit, 16. Të drejtë vote në zgjedhjet lokale ka 1.832.415 qytetar, nga të cilët 1.717.803 në vend, ndërsa pjesa tjetër 112.000 janë të regjistruar në listën e veçantë zgjedhore të personave që janë shpërngulur nga shteti. Risia e këtyre zgjedhjeve është se votim në diasporë për zgjedhjet lokale nuk ka, por nëse persona që jetojnë ose punojnë përkohësisht jashtë vendit kthehen atje, do të mund të realizojnë të drejtën e tyre për të votuar. Në qytetin e Shkupit numri i përgjithshëm i votuesve është 474.304. Nga komunat, më shumë qytetar me të drejtë vote ka në Kumanov, 94.041, Gostivar 82.893, Tetov 87.878, Manastir 77.253, Aerodrom 68.772, Struk 62.711 dhe Prilep 62.053 votues. Ndërsa më pak ka në Lozov 1.905, Vevçan 2.092, Novaci 2.429, Konqë 2.716 dhe Rankovës 2.921 votues. Fushata zgjedhore për rrethin e parë të zgjedhjeve lokale nisi më 29 shtator, ndërsa fushata për rrethin e dytë të zgjedhjeve do të zgjas deri më 31 tetor dhe rrethi i dytë pritet të mbahet më 2 nëntor. Zgjedhjet e nesërme lokale në Maqedoninë e Veriut do të ndiqen edhe nga një rrjet i gjerë vëzhguesish. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar 807 vëzhgues vendor dhe 644 vëzhgues të huaj. Për ndjekjen e zgjedhjeve janë akredituar gjithashtu edhe 12 gazetarë të huaj. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut vëzhgohen nga një prani e gjerë ndërkombëtare.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka akredituar 807 vëzhgues vendor dhe 644 vëzhgues të huaj. Po ashtu për ndjekjen e zgjedhjeve janë akredituar gjithashtu dhe 12 gazetar të huaj. Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, sipas të dhënave që i kanë publikuar nga faqja zyrtare e tyre, për zgjedhjet lokale 2025, numrin më të madh të vëzhguesve ndërkombëtar e ka akredituar ODIHR, zyra për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut, me 524 vëzhgues. Pas saj vijnë edhe ambasada e SBA-s në Shkup me 30 vëzhgues, Parlamenti Evropian me nga 12 vëzhgues, Komisioni Qendror Zgjedhor i Kosovës me 10 dhe ambasada e Kosovës me nga 3 vëzhgues. Ambasada e Republikës së Shqipërisë do t'i ketë 4 vëzhgues, ndërsa ajo e Turqisë 1 vëzhgues. Këshilli i lartë zgjedhor i Republikës së Turqisë ka angazhuar 2 persona. Ambasada britanike në Shkup ka angazhuar 11 vëzhgues, ambasada e Francës me 9, ambasada e Mbretërisë së Holandës me 10 dhe ajo e Hungarisë me 8 vëzhgues. Ndërkaq, shoqata për zhvillimin e inovacioneve shoqërore dhe sociale Wake Up Shkup ka numrin më të madh të vëzhguesve vendor me 549 vëzhgues. Gjithashtu zgjedhjet i monitorojnë dhe Qendra për Kulturë Rinore, Manastir me 23 vëzhgues, Lag Agro Lider, Krivo Gashtani me 5 vëzhgues, Interaktiv Manastir me 8, Roma Litiko Shkup me 10, shoqata për zhvillim shoqëror për Tetovën me 5. Në listën e organizatave që monitorojnë janë dhe shoqata sportive malore, KAP, Struga, Strug me 16, Eurothink, Qendra për Strategji Evropiane me 4, shoqata qytetarëve civil, Qendra për Liri Shkup me 60, shoqata për furnizimin e vlerave demokratike, 3C Consulting, Shkup me 6 vëzhgues. Vëzhguesit do të ndjekin jo vetëm ditën e votimit, por edhe zhvillimet e mëparshme, përfshirë fushatën, funksionimin e administratës zgjedhore dhe respektimin e të drejtave të votuesve. Pas përfundimit të zgjedhjeve, pritet që misionet si ODIHR dhe Parlamenti Evropian të publikojnë raporte me vlerësime dhe rekomandime konkrete për përmirësimin e procesit në të ardhmen. Institucioni Avokatit të Popullit ka njoftuar se nesër gjatë procesit të votimit, qytetarët kanë në dispozicion linjë telefonike falas, ku mund t'i paraqesin parregullësitë eventuale. Përveç linjës telefonike, Avokati i Popullit ka njoftuar se denoncimet e tyre qytetarët mund t'i bëjnë edhe me prezencë fizike. Në ditën e votimit, qytetarët kanë në dispozicion linjë telefonike falas, ku mund t'i paraqesin parregullësitë eventuale gjatë votimit. Avokati i Popullit ka bërë me dije se këto linja telefonike do të jenë të hapura gjatë gjithë kohës sa zgjat procesi i votimit, gjegjesisht nga ora 7 deri në ora 19. Nëse qytetarët vërejnë parregullsi ose ndonjë pengesë gjatë realizimit të së drejtës së votës së tyre, mund të lajmërojnë në numrin e telefonit falas 0800 54 321. Gjithashtu, përveç që mund të lajmërojnë me telefon, Avokati i Popullit ka njoftuar se denoncimet e tyre qytetarët mund t'i bëjnë edhe me prezencë fizike. Denoncimet qytetarët mund t'i bëjnë edhe në 7 zyrat e Avokatit të Popullit në Shkup, Manastir, Kërçov, Kumanov, Strumic, Tetov dhe Shtip. Nga institucioni ombudsmanit, rikujtojnë qytetarët se organet kompetente janë të obliguara që të sigurojnë mbrojtje të plotë të së drejtës së votës të garantuar me kushtetutë, e cila ushtrohet drejt për drejt dhe fshehurazi në zgjedhje. Është shënuar dhe incidenti i parë i lidhur me procesin e zgjedhjeve lokale. Policia ka ndaluar sot një 59 vjeçar, të cilit janë sekuestruar afro 120.000 denar dhe një telefon celular. Ai ngarkohet me veprën penale rishfet në zgjedhje. Ministria e Punëve të Brendshme ka bastisur shtëpinë e 59 vjeçarit me iniciale GP në një fshat të komunës së Çashkës, në të cilën janë gjetur e sekuestruar afro 120.000 denar dhe një telefon celular. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se bastisja është bërë në koordinim me Prokurorinë e Velezit për shkak të dyshimeve të bazuara për kryerje të veprës penale rishfet në zgjedhje, sipas nenit 162 të kodit penal. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar 60 kartë monedha nga 2.000 denar dhe një telefon celular. Prokurori publik nga Prokuroria Themelore Publike në Velezë është njoftuar për rastin dhe me GP zhvilluar një bisedë zyrtare. Pas dokumentimit dhe sqarimit të plotë të ngjarjes do të dorëzohet parashtresa përkatëse. Aksioni është kryer nga zyrtar policor nga njësiti për kriminalistik pranë sektorit të punëve të brendshme Velezë dhe ky është rasti i parë që një person kapet duke bërë keqpërdorime për zgjedhjet lokale që pritet të zhvillohen nesër.
Përgjegjësit e një firme ndërtimi nga Veleshta do të përballen me sistemin e gjyqësisë për shkak të një dëmtimi të objektit të mbrojtur nga ligji në Strug. Prokuroria Themelore e Strugës ka formuar lëndë për rënimin e shtëpisë përkujtimore të autorit të himnit Maqedonas Vlado Malevski. Ndërkohë, Ministri i Kulturës është zotuar se menjëherë do të nisë punën e një projekti për rinovimin dhe restaurimin e objektit të mbrojtur. Prokuroria Themelore e Strugës ka formuar lëndë për rënimin e shtëpisë përkujtimore të autorit të himnit Maqedonas Vlado Malevskit në Strug. Nga Prokuroria e Strugës ka njoftuar se është dhënë urdhër për ekspertizë dhe se po ndërmerren edhe veprime të tjera për të hetuar rrethanat në të cilat ka ndodhur ngjarja. Lidhur me lëndën e rënimit të shtëpisë përkujtimore të Vlado Malevskit gjatë kryerjes së punëve ndërtimore në afërsi të objektit nga një person nga Veleshta, Prokuroria Themelore Publike e Strugës ka formuar lëndë dhe më 16 tetor prokurori publik ka kryer ekspertizë në vendin e ngjarjes në praninë të ekspertit nga fusha e ndërtimtarisë. Gjatë punimeve ndërtimore të një ndërtese individuale në qendrën e vjetër të qytetit, u shemb muri jugor dhe një pjesë e konstruksionit të qatisë së shtëpisë së mbrojtur si trashëgimi kulturore. Ministri i Kulturës është zotuar se menjëherë do të nisë punën e një projekti për rinovimin dhe restaurimin e objektit të mbrojtur. Për këtë ngjarje pati reagim edhe nga shoqata e shkrimtarëve të Maqedonisë, të cilët kërkuan sanim urgjent dhe kthim në gjendjen origjinale të shtëpisë përkujtimore. Policia ka njoftuar se janë ndaluar 3 persona të dyshuar për vjedhje në 2 dyqane dhe një artari. Në mesin e të ndaluarve janë 2 të mitur. Më 17 tetor 2025 në orën 19:20, policia e Prilepit arrestoi AA 29 vjeç dhe 2 të mitur, të gjithë nga Prilepi, për shkak të dyshimit të bazuar se kishin kryer vjedhje të rënda në 2 dyqane koloniale dhe një artari në zonën e Prilepit. Sendet e vjedhura u gjetën dhe ju kthyen pronarve. Pas dokumentimit të rastit do të parashtrohet padi penale për vjedhje të rënd, sipas nenit 236 të kodit penal, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme. Komisioni për zgjedhjen e kandidatëve të Maqedonisë së Veriut për gjykatës dhe gjykatën europiane do të mbajnë të hënën seansën e intervistimit. Në mesin e kandidatëve që janë thirrur për intervistim janë ish gjykatës dhe gjykatës aktual, profesor universitar dhe avokat, ndërsa prej tyre janë edhe 2 shqiptar. Kandidatët që kanë konkuruar për gjykatës në Strasburg do të intervistohen të hënën më 20 tetor dhe intervista e tyre do të zhvillohet në gjuhën angleze dhe frenge. Komisioni për zgjedhje të kandidatëve të Maqedonisë së Veriut për gjykatës në gjykatën europiane për të drejtat e njeriut në Strasburg, intervistime do t'i kryen në hapësirat e gjykatës kushtetuese në Shkup. Në mesin e kandidatëve që janë thirrur për intervistim janë ish gjykatës dhe gjykatës aktual, profesor universitar dhe avokat, ndërsa prej tyre janë edhe 2 shqiptar. Bëhet fjalë për 11 kandidatët: Ola Ristova, Toni Menkinoski, Natasha Gaber, Jordan Apostolski, Aleksandar Dashtevski, Ali Aliu, Iliri Seni, Jelena Ristic, Sasho Georgievski, Natasha Boshkova dhe Ana Dangova Hug. Për shkak të rritjes së transparencës në procesin për zgjedhje të kandidatëve për gjykatës në Strasburg, komisioni vendosi që intervistimi të realizohet para vazhguesve të pavarur. Janë thirrur përfaqësues të organizatave jo qeveritare, koalicionit të gjithë për gjykim të drejtë dhe shoqata e juristëve të rinj të Maqedonisë. Komisioni për përzgjedhjen e kandidatëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për gjykatës në gjykatën europiane të drejtave të njeriut në Strasburg, në seancën e dytë që u mbajt më 8 tetor, përcaktoi listën e kandidatëve që do të ftohen në intervistë. Mandati 9-vjeçar i gjykatësit aktual të Maqedonisë së Veriut Jovan Ilievskit do të përfundojë në shkurt të vitit 2026. Ndërsa ka shpresë për fundit e gjenocidit të shkaktuar nga Izraeli në Gaza, në Shkup, sot është protestuar sërish në përkrahje të kauzës palestineze. Nga iniciativa Të gjithë për Palestinën njoftuan se protesta dhe marshi protestues në të cilin do të kërkohet drejtësi për popullin e shtypur të Gazës, do të organizohen çdo 2 javë në rrugë.
Qindra qytetar, fëmijë, prind dhe gjyshër kanë marshuar rrugëve të Shkupit për të shprehur solidaritetin me popullin palestinez dhe për të shprehur revoltën kundër gjenocidit në Gaza. Marshin e organizuar nga iniciativa Të Gjithë për Palestinën nuk e pengoi as shiu që rigonte pa ndërprerje. Në ditën e sotme, aktivistët, të cilët ju drejtuan masës, deklaruan se në momente të këtilla nuk guxojmë të heshtim sepse keqbërësit po dhunojnë, vrasin dhe torturojnë një popull në përditshmëri. Кога ги кажувам овие зборови, ми идат сите слики, видеа и све. Kur I them këto fjalë me parafytyrojnë të gjitha videot, fotografitë dhe dëshmitë e palestinezëve të Gazës, një popull që vetë dokumenton gjenocidin që po I shkaktohet, kurse ne e shohim atë nga dritaret tona televizive dhe nga telefoni. Nuk guxojmë të heshtim para këtyre pamjeve, nuk guxojmë të ndjehemi të pashpresë para të gjithë këtyre keqpërdorimeve. Fatkeqësisht, sot edhe pse këto keqtrajtime janë të dukshme, edhe pse shihet ky gjenocid dhe shihet se çfarë po bën fashizmi, mësuesit dhe profesorët tan friksohen të flasin për këtë gjenocid. Наша должност е да станеме Obligimi ynë është të ngrihemi dhe të kërkojmë drejtësi. Nëse ne nuk e bëjmë atë, nuk kërkojmë drejtësi, kush do të kërkoj? Populli palestinez është para torturave më çnjerëzore në burgjet e Izraelit. Ata burgje u kthyen në hapësira për dhunë, vende ku keqtrajtimi, uria dhe dhunimi janë në përditshmëri. Të burgosurit janë të privuar nga ëndrat e tyre, ushqimi dhe trajtimi mjekësor, janë larguar nga familjet e tyre pa pasur të drejtën e vetmbrojtjes. Pjesë e kësaj proteste paqësore, përmes të cilës kërkohej drejtësi për popullin e Gazës, ishte edhe imami nga Shkupi Bekir Halimi, I cili, në një prononcim për televizionin Shenja, tha se armëpushimi duhet të jetë I përhershëm dhe se duhet të jepet fund luftës gjenocidiale ndaj popullit të Gazës. Do ato masakra dhe gjenocidi I madh që ka ndodhur, ku janë mbi 70.000 të vramë, 10.000 janë të zhdukur e 170.000 janë të plagosur, e 85% e Gazës është shkatruar. Ku janë vrarë domethënë me 18.000 fëmijë, 20.000 gra. Këto situata detyrimisht domethënë na bëjnë neve që të solidarizojmë atë popull, kërkojmë ndërprerjen e luftës më njëhershme dhe normalisht hapjen e kufive e shtetërrethimit që është ndaj Gazës për të hyrë ndihmat humanitare dhe për çdo gjë që ka nevojë ai popull ai vend. Nga iniciativa Të Gjithë për Palestinën, njoftuan se protesta dhe marsh protestues, në të cilën do të kërkohet drejtësi për popullin e shtypur të Gazës, do të organizohen çdo 2 javë në rrugët e kryeqytetit. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror të lajmeve. Deri atëherë, mirupafshim.